Komunat e Kosovës kanë nisur një fushat për promovimin dhe nxitjen e kulturës së vlerësimit bazuar mbi performancën në punë. Në kuadër të kësaj nisme, komunat kanë përzgjedhur anëtarin më të dalluar të kuvendit, si dhe mirëmbajtësin më të dalluar në komunë. Po me këtë qëllim, komunat duan të nxisin edhe frymën e qytetarisë duke përzgjedhur edhe rrugën më të pastër, parkun më të pastër, si dhe rrugën me nivelin më të lartë të pagesës së tatimit në pronë. Konsideroj që sa i përket raporteve mes partive politike këtu në kuvend që janë pushtet dhe atë në opozit, raportet jo që unë e them, po vërtet janë shumë të mira, edhe ata i paraqesin shqetësimet edhe brengat e qytetarëve, po edhe ne që jemi në opozit, drejt për drejt, edhe na kur hym brenda këtu në kuvend, mu i kallzu drejtën, ne harrojmë se a jemi në opozit apo jemi në opozit, nuk dojmë me ditë atë, sepse na këtu nuk jemi për me mbrojt pushtetin apo diçka tjetër, po jemi drejt për drejt për me mbrojt interesat e qytetarëve. Qëra është problemi si kom thonë kërkuna jo, apo kupton, sham ka thonë direktori kom punu qatë punë, si kom thonë kërkuna jo, për sham, apo kupton. Mas orari punë kom punu, atë kur si kom thonë jo, atë është arsyeja si, është njerës si e kanë bo që to, për shamë, si kom kalu mirë me njerës, si kom thonë dikuna, për shamë, jo s'du me punu qëtë punë, po qëtë qëllim, ka gjithë punë të matë. Kam punu në disa vende dhe në fund kam qenë profesor në gjimnazin e Rahovetit, tash jam në penzion. Lagje jonë, po thuajse shumica ose 1% shumë e madhe janë intelektual, banorë të kësaj lagje. Edhe me ndërtimin e kanalit ton, në ka mundësu që vërtet të jetë lagje e pastër. Ma herët ka qenë, s'ka qenë, do të thotë, aq e pastër si që është sot, në ka mundësu edhe komuna, që kjo lagje deri diku të jetë ma e pastër të në Rahovet. Jam banor i fshatit Zërdze, jetoj në Zërdze. Unë e punën që e kena bo për këtë parkun, ako një ide e jamja dhe disa shokëve të mi, që të ndërtojmë një park këtu në mes të fshatit, që fëmijat tonë të kanë ku të luajnë, kanë ku të rrinë, kanë ku të lozin. Në fshat kena marrë iniciativë, një shoki joni ka qenë duke punuar këtu privatisht të një fshatar joni, edhe ne kena ndalu bagerin, këtu kanë qenë gropa, jenë konë në beturina, e kena ndalë për të pastruar këtë vend. Pas pastrimit, kena vendos t'i bëjmë edhe rrethoj, edhe t'a gjelbrojmë. Kena kërku ndihmë pi bashkëfshatarëve tonë, na kanë përgjigj gjithë bashkëfshatarët, gjitha firmat që veprojnë këtu në fshat, nuk kanë përgjigj për këtë aksion. Gjithë fshatin tim i përshëndes sepse janë shumë të rregull në obligimet e komunës. Si në aspektin e tatimit në pronë, po ashtu edhe për rrymë, edhe për ujtë pjesë, edhe për gjithë aspektet, edhe pastrimin, infrastruktura këtu, është bukur e mangët, po e falenderoj komunitetin tim, fshatin tim, i cili të herët me kontributin vullnetar, ja kemi arrit, dyqysh, paka shumë, ja kemi arrit me bon edhe ato klasifikime, edhe i kemi bon pastrimin vetë. Komuna si komunë, të na disa herë, ka dhënë kontribut. Sa i përket edhe asfaltit, edhe ujtë pjesë, edhe ujtë në vadës e ka miratu, për ta shpresmi zbatimin edhe realizimin e projektit. Kjo
sionismë synon jo vetëm që të ndërtojë një mekanizëm të qëndrueshëm për vlerësimin e performancës së tyre, por edhe të krijojë një mundësi për t'i falendëruar për punën e palodhshme që bëjnë. Sepse ata po u vënë re, punojnë me zell që të na bëjnë jetën më të mirë. Njerëzit kanë kritika, ka vend për shqetësime, ka vend për kritika, po unë i takoj pak më ndërsh, një mentalitetit pak më ndërsh, se nuk bëhet kur gjohë për një vit, një 5, 2, 3, nuk na këtë lanë jashtë dore. Ka vend për kritikë, ka vend për punë, hala. Duhet me pat vullnetin punë. Punës dush m'ja bo dhe zmeti.